Besoj që qëndrimet e opozitës po i shehni të gjithë. Ka një tendencë të vazhdueshme për të bllokuar konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. E kemi Kushtetutën e Republikës së Kosovës, e kemi aktgjykimin e gjykatës kushtetuese, e kemi letrën e presidentës Osmani. Së pari, aktgjykimi i gjykatës kushtetuese thekson që deputetët në seancën konstituive, pra është e cekur shprehimisht, duhet të votojnë për, kundër ose të abstenojnë dhe nuk mund të lirohen nga ky rregullim. Po ashtu, ju e dini që zoti Dohari, kryesuesi i seancës konstituive, i është drejtuar presidentës Osmani për pengesat që i vendoste opozita dhe bllokonte konstituimin e Kuvendit, dhe edhe në letrën e presidentës thuhet që duhet në mes të subjekteve politike që gjendet një zgjedhje për të konstituuar Kuvendin e Republikës së Kosovës. Opozita po vazhdon me një qasje destruktive, me një qasje të papranueshme, duke mos marrë përgjegjësinë që ju takon. Është përgjegjësi e gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës së Kosovës, pra që të votojnë për, kundër ose të abstenojnë, dhe është përgjegjësi e tyre që të konstituojnë Kuvendin e Republikës së Kosovës. Siç e ka thënë edhe kryeministri Kurti dje në mbledhjen e Këshillit të Përgjithshëm të Lëvizjes tonë, kryetari dhe nënkryetarët zgjedhen nga deputetët e Kuvendit dhe është në të njëjtin paragraf, pra në të njëjtin nen. Prandaj duhet që të dalim nga kjo situatë. Ne kemi tashmë një propozim të kryesuesit të seancës për votim të fshehtë që njeh dhe aktgjykimi i gjykatës kushtetuese dhe është një votim shumë demokratik, siç e kam thënë. Prandaj ta po refuzojnë që të marrin pjesë në votim, le të votojnë kundër. Nëse nuk pajtohen me këtë komision, le të votojnë kundër, le të abstenojnë, ashtu siç edhe thot aktgjykimi i gjykatës, por këta kanë vendosur që vetëm të vinë aty, të qëndrojnë aty dhe të mos votojnë. Mendoj që kjo është sjellje e papranueshme, shumë sjellje destruktive. Mendoj që secili nga ne duhet ta marrë përgjegjësinë. Ne çfarëdo që është varë nga ne, ne e kemi adresuar. Ju e dini që qysh nga fillimi ka pasur tendenca për të bllokuar konstituimin e Kuvendit, por besoj që së fundi ose më së miri këtë veprim, këtë sjellje do ta vlerësojnë qytetarët. Ka një iniciativë për ta dërguar situatën në gjykatën kushtetuese, mendoni se do të ketë nevojë për një vendim tjetër? Janë qëndrime të subjekteve politike. Unë nuk kam parë dhe nuk kam dëgjuar se cilat janë çështjet që do t'i trajtojnë. Për mua çka është shqetësuese dhe për vetëvendosjen në përgjithësi është që nuk po zbatohet aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra nga ata të cilët për ditë flasin që ne nuk po e respektojmë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, pikërisht ata po e shkelin aktgjykimin e gjykatës sepse nuk po marrin pjesë në votim. Ky është veprim bllokues, vota për nuk është bllokuese. Prandaj urojmë që të reflektojnë sepse kjo sjellje është e papranueshme. Faleminderit.